tani kam këtu me mua një mysafir, një zotri, një gjithçka bërës. Këngëtar, aktor, komedian, shkrimtar, biznesmen, motivues, guru. Ermal Mamashi. Se po më tregoni Barsaleta para se Brëma dhe qatë mi. E mbyllim këto, ishte me Ermal Mamashi. Ermal si e vlla? Pra bëj një gëzuar? Urime, po mos e pi. a vjen keq që mos pi unë? Jo, mos e pi as unë. Unë pi alkool, por nuk pi verë. Është një rregull që e kam mësuar këto trajnimet që bëjnë që nëse do që të ruash energjinë tënde, frekuencën e lartë, nuk duhet t'i fuzësh trupit alkool, se alkooli ka vibrim të ulët. Do të pish alkool për qef, po pi vetëm nëse alkooli është më i vjetër se sa ty. Që thot, unë jam 44 vjeç, nëse ka një alkool që është më i vjetër se 44, unë e pi. Nëse nuk është, nuk e pi. Okej, shumë të shtrenjtë. Nuk besoj kjo vera është 44 vjeçare. Kjo është 7.000 lekë që ka marrë me Lisa aty përballë. Është merre madh. Ne s'kemi as sponsor tani. Këtë mund ta pi për shembull një djalë 7 vjeç. Po me kola. Që ta kalon. Si ti je sigurt që do bëhet një djalë i mbarë. E po faleminderit që merr dhe po t'jam qepur keq. Shiko, s'po të kapja dot. I dola para makinës, i thash, më shtyp, më vra. Nuk të le. Dhe urime, sinqerisht që ke një lloj kjo quhet shitje. Do duke lënë modestinë jashtë. Ble, më fal. Ti e leq kur të pi vera të buzetës, kështu që. Më kanë thënë shumë veta të shkojnë në podcaste e tyre këto, sidomos këto kohë. Ata janë vari. Okej, fillon shumë mirë. Por këmbgulja jote, aftësia jote për shitës më bëri që të vi këtu dhe më thënë drejtën pëlqen dhe kjo energjia jote, kjo batutat e tua, vetëm se kjo tavolina është shumë për dëshiruar. Është shumë e lodhme. Kisha një të madhe. Oh my god. Edhe më tha Dalina, e një Dalinën? Dalina është Dalina Buzi, sigur. Kush nuk e njeh atë? Edhe kisha i thashun të lutem rregullo tavolinën, edhe ishte e madhe kjo. Edhe erdha thjesht e kishte zvogluar, mendoja që do vinin tjetër. Shiko, përveç tavolinës që mund të kishit bërë më mirë. Po, e vërtetë. Shpresoj sezonën e dytë. Jo, komplimente, unë i ndjek të gjitha këto projektet e Dalinës, edhe më pëlqejnë shumë. Përkundrazi, ajo nuk pëlqen asgjë nga projektet e mia. Me vërtetë? Kur? Te keni një bifi kështu me Dalinën? Jo, thjesht është një lloj marrëdhënie e tillë që mua më pëlqejnë shumë veprat e saj, ajo nuk pëlqen asgjë nga veprat e mia. Pse të ka bërë një shkrim në një gjë kështu? Gjithmonë e bën. Dalina, ç'ke me Ermalin më? Ku është? Ja, aty. Kjo ku është Ermal? Ermali është aty. Nuk e di, unë shiko, e kam kthyer këtë anën time artistike në një lloj sfide që unë tani nuk i bëj gjërat për veten ose për publikun, i bëj gjërat që ti pëlqej Dalinës një herë në jetë. Edhe unë fakt. Unë do ta gjej rrugën drejt saj. Po, në fakt edhe unë vetëm atë kam. Rrugën drejt Dalinës. Atëherë ne dy duhet të bashkohemi. Do bashkojmë forcat me Ermalin. Dhe të bëjmë një gjë që ti pëlqej asaj një herë. Shpresojmë të jetë kjo në jetë. A shko, Dalina më ka thënë mua që post more kështu 50.000 views me Ermalin nuk. Besoj kjo do shkojë shumë më shumë. Ashtu? Shiko, atëherë do ta shesim domethënë. Nëse ne bëjmë një gjë që ti pëlqej. Nëse ne bëjmë një gjë që do i pëlqej Dalinës, unë them që në moment ne ta ndërpresim karrierën. Do ta fundi. Fillojmë veshim një thes. Më bëjmë kështu asket, çaj quhen ata. Dalim ecim këtu ke liçeni me zbathur. Janë ja dy kështu që. Po ti bashkohemi atyre. Ai është grupi që i ka bërë diçka në jetë për Dalinën. E kam jetën. Dalina zemër. Unë nuk doja ta bënim këtë bisedë, po. Sepse erdhi data 1, duhet marr rroga Ermal. E kupton. Mirë, shko, studion ma ka qarë. Nuk është si e jotja. Vallai vetëm për këtë tavolinën kam diçka, po çdo gjë është shumë. Edhe publik s'kam, as orkestër nuk kam. Janë ja dy çuna këtu që këndojnë. Fakt pëlqejnë këto çuna se. Marceli, Vini, Niki, Melisa. Po, do doja të kishim me dikë që këndojnë. Kemi një çun këtu në Gentin, ai këndon shumë mirë. Është edhe Desi, pa i bie fyllit, nuk është se. Ermal, shiko, unë të kam dikur ty që të shbëlqa, amazë do qaj, isha shumë i vogël edhe di qa urreja, ta themesh histori e vërtet. Urreja sa nuk e kot, jo. Ishte pjesa ju ishi gjithmonë në numri i fundit. Edhe unë isha shumë i vogël edhe mbaj mend që isha kështu po mzinte gjumi. E tha, okay, thjesht do mbështeten pak. Fakt sa vjeç ke qenë në 2003-shin? 9. Oh my god. Unë pas kam rritur me këto. Ke rritur më burr. Ore po ti se pesi takovor se kështu pas. It's okay, sa e lash. Domethënë një nga ndjenjat më të bukura që kam unë, që kam kështu kujtim, është kur domethënë në mëngjes shkuam në shkollë dhe gjithë kemi folur për bitin tënd me
Gjimin me Zenunin. Në një orë kemi folur vetëm për atë, para se të hynim në klasë. Kush këtë kujtojnë kështu nga këto skeqet e vitra që thotë ndonjëherë, ku diun, të bënë një referencë apo. Po, këtë që ti ke bërë shumë. Emër Zenun, këtë që bëja kështu ose ato burgaxhin, edhe nga apartamenti Dyslë është krijuar një lloj trendi që i kujtojnë ato vdekjet. Vdekje qani. Këto gjërat. Jo, unë të kam ndjekur nga ajo deri te 2 sezone sa ishe ti te ku? Te Dyslë. Jo, kam qenë gati apo disa. 2 vjet, 3 vjet. Sa i bie 3 sezone. Një vit me thonë drejtën kam det për respekt të turit. Turin e kisha të mirë. Para një viti. Ço, do ta themi që ti ishe kryesori i zbëlçave. Mos bëj modet. No. Ti ishe John Lennon i atyre. No. Nuk e pranoj, si që po ta them. Ermal, ti ishe John Lennon i zbëlçave. Ai ishte Ami, Yoko Ono, edhe Tae, po i kam ata dy budallën tani mjaft. Shiko, në atë parë s'po qen këto paralelizma sepse me John Lennon. Ai është ato fansat. Unë kam fansat të mi, janë njerëz po janë aty jashtë që besojnë tek energjia e mirë. Këritja. Të çmendur domethënë. Po. Fansat e Ermalit, pak a shumë kështu si unë. Të gjithë të çmendur jemi nga ai. Themi te zbëlçat më mirë. Po. Pol. Atë tha gruaja Jiko, se edhe Xhengis Khanit, ajo i tha që 2 deshni, çai i tha kështu nuk funksionon. Jo, po mendoj që pra aq kosa që qëndrova ky grupi ishte mjaftueshëm. Momenti më i mirë për t'u larguar nga një takim është kur biseda është në peak state. Ka një kurb që shkon këtu lëre. Më thënë Ermali thotë gjatë orgazmit ik direkt, le gjysmë për jashtë. Këto shembuj të Denisit janë fix. Ore, si të duke këta ish kolegë tani? Ermali me... Me Ermali. Kujti Prodani. Po. Genti me Julin. Duke sikur ka nevojë për një Ermali ata? I don't know, kanë... Sa ta veç janë lider aty në... Jo, unë besoj që janë edhe mendoj që kanë... Si thua, kanë ndërtuar një lloj figure serioze në kuptimin e artistik ose të rritjes tyre personale. Genti po njërë. Se Juli hyrin për Big Brother, ka bërë ca gjëra kështu. Ironia fatit është që të dy janë në të njëjtin, si thua, janë në 2 pole të ndryshme, në 2 televizione. Edhe me punët që bëjnë tani. Që bëjnë të njëjtën gjë, domethënë janë të dy ke fiksi. Po Juli është drejtues tani, se Genti më shumë di kësaj mirë. Parë se Juli sa bën gjë atë. Genti më pëlqen shumë. Unë nuk do shkoj aty. Nuk do shkoj aty. Më duket që të dy e bëjnë shumë mirë. Unë Genti do ta kem javën tjetër për që. Okej. Do ta shikoj. Atëherë, me që do kesh Genti, Genti është më mirë se Juli. Genti është më mirë. Ore, Genzenili apo Genbeko? Në çfarë? Në seks gjithmonë. Genti ka qenë shumë Genzenili ka qenë shumë i mirë seks. Genbeku në fakt është personi i parë dhe që jam mirënjohës për jetë, i cili më ka ftuar që unë të bëj aktorin. Unë studia për kanto dhe ka qenë një moment ku unë si që bëj gjithmonë dhe tani, kisha hyrë sipër tavolinës edhe ishin gjithë ato të kursit atje, ishin ja 30 veta, edhe unë imitoja këto mësueset, këto zyshat e akademisë dhe Genti më shef aty që po imitoja këto, më thotë, "Ej, paske shumë talent për aktor." Edhe unë kështu, "Yes, kam i shfaqje, tha, kam një rol të vogël, a mund të vish ta bësh këtë rolin?" Herkuli ka qenë shfaqja. Për Herkulin ti? Po, jo, unë bëja një person që dilja kështu dhe nga aty në prova e zhvillova karakterin tim, sigurisht edhe me ndihmën e njerëzve e aktorëve të tjerë dhe u bëra një nga personazhet më pikant të kësaj dhe nga aty pasaj filloi kjo udhëtimi im në aktrim. A të mungon më? Jo, më shumë atë mungon komedia dhe të pyesja. Komedinë unë e shpreh si profesion, jo si se kështu e keti, e shikoj. Duke qenë se po e implementojmë me një herë tani këtu, më mungon. Por në një farë mënyrë unë e shpreh veten time si artist ose si komedian, edhe në trajnimet që bëjmë, sepse gjitha trajnimet unë i kam të mbushura komplet me humor. Po të vish ke trajnimet e mia do qeshesh nga fillimi deri në fund. Do vi, të thash. A do të ai Vasilis, ai ka shumë lek. Vasil Naçi është një nga miqtë e mi më të mirë që më ka ndihmuar të futem në këtë rrugën dhe më ka Vasil. Unë si kam folur asnjëherë, në fakt, isha në ashensor çdo mëngjes me Vasilin, kishte nuhase, thoya, "Era lek." Po ndoshta Denis ndoshta s'ke ditur çfarë flasësh. Po çfarë do të thoya, s'di, jap dalla. Në një nga këto trajnimet që bëjmë është që unë i trajnoj njerëzit se si të flasin 2 minuta në ashensor. Me dikë të cilin duhet të krijojnë një marrëdhënie. Puna më e vështirë në botë është të flasësh me dikë në ashensor. Imagjino domethënë, futesh në ashensor me Zamir Manen,
dhe aty nuk ka as val, nuk ka as njerëz tjerë. Dhe ty të krijohet mundësia e jetës që ke 2 minuta me Zamir Manën në ashensor dhe ti duhet të tregosh kush je ti, çfarë bën dhe çfarë mund të bësh që Zamiri të mbështesi. Dhe ti duhet të jesh gati. Le të bëjmë ty gati, brother, po duhet lesh takim me mua që të të bëj gati. Lamo, do ta lëm, unë numrin ta kam tani. Okej. Do qeshim, unë do të bëj për qeshur ti më bëj të pasur. Okej. E kam seriozisht. Por dua të bëjmë si ty, nuk ka si ti jem kështu, artistët janë të varfër, si këta budallit. Do të bëjmë të pasur. Kur ke qeshur herën e fundit me veten që ke bërë ndonjë që ke qenë në shtëpi, të zhderdhën që ku do të ketë një gjë vetes. A je kështu tipi weirdo kur je vet? Se unë jam shumë plak. Po, na herë flas për shumë me televizorin. Jepen lajmet ose nuk e di, edhe unë filloj të them, "Jore." Po. E pra, a flet kështu edhe unë kam atë. Po, ore si kënaqem. Edhe mirë pra, them, po iki tash edhe më fik televizorin dhe iki. Të flet me një perdi aty. Ty let si thon bami. Ore, po e ndjek në një çik komedin shqiptare këto. Sa është të thek këtë fermën? Fermën? Po. Do flasim me prate, po do të pyesim për komedi. Ky emision që po bëjmë do jepet në qershor apo vazhdon është në prill? Pse ke kontratë? Jo, po them se a ka marrua ferma në atë kohë. Po, do jepet të njëjtën. Transmetoj. Këtë të njëjtë që jemi. Po. Po. Nëse se ndjerrim do të Arbana, zemër të lutem në Aler. Ka merr malin këtu. Po ti je skandal fare aty. Në shkuptim. Nuk je mirë. E shikoj je kështu si biorat, ose s'po të paguajnë shumë. Se gjithë të pëlqen, është e vdekur. Nuk e di ku e ke. Ja, ky është një nga rastet kur perceptimi gabon. Është i gabuar? Po. Po pse ndonjëherë shikojmë duket budallëk e gjitha. Jo, shikoj, nga ora. Ma kam seriozisht se ke vënë ti. Ti vetë më the pyetje për atë madje. Se unë kisha. Janë sa gjëra që s'pëlqejnë. Se kam të pyetjet madje, po tani u kujtova që ma tha kjo. E vërteta është janë sa gjëra që nuk pëlqejnë. Nga ato, po jo nga ato që bën produksioni, po nga ato që bëjnë ata fermerët atje. Dhe më tradhton shumë fytyra nga pikpamja. Po je komedian apo je sinqert? Po, edhe nuk mundohem shumë ta mbuloj atë, se mundem. Po një nga gjërat që më bën që po e vuaj shumë të kohë është që po qaj shumë. Po qan atje? Po qaj. Se unë se kam parë. Po. Jo, të betohem. Po atëherë si e ke parë që nuk. Kam parë disa klipe mo që je kështu, që po ça, duke shkruar një fjalë me sa vaj. Ore kur më futet kjo Angel për shembull, Angel. Po, Shkira. Po. Kur më futet themu, po tash unë do bëj si gratë, se ajo bën si gru. Ja. Nga që është gru. Po. Edhe ashtu duhet të bëj. Po, s'duhet të bëj si burrat. Ato vetëm duhet dajnë. Po, unë them. E di çfarë po e bëj si burrat. Edhe rri, fol tash. E pra e kam parë je kështu, na lodh. Okay. Oj, po me atë mozën merresh ti, se s'jan ban njeriu të merret se komentojnë kështu, ai shajni. Po të futesh për shumë, unë vetëm unë e godas mozën. E pra. Po. Po çaj tha me babain, ja dhjeu keq. Po mu do kot fare ajo. Po kot. Nena, dije E kështu muhabeti. Moza çfarë tha? Po muhabetet e 93-shit, 93-shin kemi qeshur. Po fare, ajo dhe Gent Azizi më thon batuta. Edhe Genti ma thoti tash mja. Ne ju këtu të komediantë mirë njohur si Genti. Jo isha dje bëm atë festivalin e stand-upit. Po. Çmendur fare Genti. Edhe Genti flet me perdet. E një Gent Azizi. Po si jo. E ke parë që skenën e komedisë tani në Shqipëri? Po rritet ky stand-upi këto gjërat. Edhe unë bëj stand-up. Unë kam pas një nga yjet tuaj. Besin. Po, e kam pas në ekip. Madje mund të them që ndihem krenar që kam qenë zbulusi i Besit, sepse po, e morëm nga rrjetet sociale, e futëm në fakt ai ka ardhur në apartament, duket një herë, pastaj e morë ke 6 ditë Parmalin. Ai ka shkuar më herë fakt për apartamentin. Po, i morë popsat kot. Pastaj edhe ke Xing Parmalin. Më pëlqen shumë humori i Besit, më pëlqen shumë humori jot. Duhet shoh, Gentin pëlqen shumë, Azizi. Po kam pa që është, si thua, janë frymëzuar gjitha komediantë e rinj dhe një gjë shumë e mirë kjo. Nuk e di sa a ka lekë kjo? Po, kre po bëjmë një lek, po ne kështu, e ke pra për një rrogë më vete, jo që të lesh gjërat që po bën. Po televizioni ku po të çedon sot, se prandaj po bëjnë këto format e reja të argëtimit për mendimin tim, se mendoj që televizioni ka marrë një spirale që nuk e di ku po shkon. Lufta tashmë është për vëmendje. Dikur ka qenë më lehtë ta marrësh vëmendjen tjetrit, sot duhet të jesh gjithkohë duke bërë jam këtu, më shiko mua. Më shiko. Unë do doja të flisja me ty tani pa patur në mendje ritmin e këto gjërat që më thot Dalina, çfarë më thot ajo gjëra. Po. Do doja ta ka ritëm. Emision Shander me Mamaçi. What? Ti që nga mbiemri në fakt. Që domethënë ja, edhe këtë e ka thënë Moza, ka bërë humor me mbiemrin tim. Që sugjeron seksin me një milf mbiemri jot. Po Moza çfarë bëri kështu që. Po tha je duhet ta kishte babaçi, jo mamaçi. Edhe u shkrin ato.
Kapët nga që... Okej. Domethënë bullizimin tim të jetës time, ajo e përdor akoma në Po ti ke përdorur vitin 2600. Edhe kur me Julin çfarë bën ato Smell Mountain madh. Po, Po ky vërshimi i filmave si po duket, se ti e ke hapur këtë lojën e filmave komercial. Po, është gjë shumë e mirë. Filmi i parë shqiptar që ka parë në kinema, vërtet parë në Tiranë, isha student i varfër, Femrat ka qenë. Vetëm. Yes, ai ka qenë një bashkëpunim me Coloretto Cukalin, edhe në fakt. Diheshim me Kolën. Yes, ja atriboj atij gjithë, le të themi, suksesin e atij filmi, ndërsa dy kish mjalt, njëshi ishte tjetër histori. Shuan familjarisht. Ai është filmi më i shitur shqiptarëve. Ai është po rekordin që ka dhe ne kemi bërë në të gjithë botën. Ai ka mbi mund të themi 500.000 bileta të shitura. E mirë mjatan. Po, si të zhdukur ky vërshim? A ke parë ndonjë? Nuk është se i kam parë të gjithë, nëse parë asnjë. Po thua kë ke parë? Nuk kam parë të turit, nuk ka pëlqyer shumë. Po mirë se turin e ke shok. Edhe ishte i bukur në fakt. Por që më vjen shumë mirë që industria është zhvilluar, njerëzit po shkojnë kinema, të shohin filma shqip, kjo është një lajm i mirë për shqiptarët. Edhe unë këtë mendoj. Tani do të bëj një pyetje. Po do të thoshte djali jot nesër, që babi unë do bëhem humorist. Komedian. Çfarë do i thoje? Si do reagoj dhe çfarë do i thoje? Unë i kam lënë të dy fëmijët dorë të lirë tani të ti je baba modern, okay, po. Dhe të shohin sepse talentet e fëmijëve e njerëzve duken që kur të ka mosha 5 deri në 7 vjeç, duhet të jeni të vëmendshëm të shikoni si po çka kanë qejf të bëjnë, po do të vite gjë e mirë dhe sigurisht do ta bëja pyetjen si do t'i bësh lekët. A futesh direkt në mendje mo djalit të muhabetet e lekë. Po ti i bën fakt aty ca trajnime se të kam parë të video. Po patyshim që kopjuarat amerikanin. Po patyshim që leku është shumë e rëndësishëm. Ka njerëz që thonë që leku nuk të bën të lumtur. Të bën. Po që të bën. Unë ndjesha shumë keq kur s'isha lek. Ta shpifte, s'pagua do qeran, ishte shumë keq. Nuk dua ti më kurrë ashtu. Kështu që nuk i kuptoj ta njerëz që thonë. Jo, unë dua të bëhem si ty. Ç'i pa lek, budallëndja pa lek. Nëse me që ishim te djali dhe te këto situatat kaq emocionale, unë kam përgatitur një surprizë. No fucking way. Do vi të takoj dikush tani, që ti si Rudina? Si Rudina, po, si Mira Kazhani jam. Do vi të takoj dikush tani që ti e ke paq për zemër, i vetmi person që ty të ka lënë gojë hapur. Okej. Personi që ti ndoshta mund ta duash, ndoshta edhe më shumë se djalin. Okej. E mirëpresim. Shiko këtë kam sjell. Hajde mo. Po ku je? Shiko kush është? Po ku je mo Ermal, ku je? Panajoti më fjal. A mbamë? Para se ka emocione. A mbamë Panajoti? Po si je mo Ermal? Mbamë me vërtetë? Ai që të ka një gojë hapur më, do ta vëmë këtu. Jo, vërtet mbamë? Po si s'maj bën kur? A ku është? Kartë ke Filloj me mashtrimin. Ka kartë ke trajnimin. Po mo? Ua, më mbaka mend ora, shiko. Ke qenë trajnime mo? Po, më ka ftuar vet, po. Dua ta kem në numrin tan Biles. E ka dhe numrin tim, shkoj e mban mend. Shiko, ti ja ke thënë para 3 viteve që ma jep numrin, i ke thënë ajo te veshajt atje, se kam një mundësi për ty, ke thënë para 3 vitesh. Po, tash do ta shiko, se pasi të mbaroj kjo do t'japish si numrin e Ermalit se ka një mundësi. E mban mend Denis ju takua para 3 vite dhe thash kam ngelur keq pa. Të po prisi are. Shiko, ti kur 3 vite vërtet. E di çfarë të tha ky i ke thënë Panajotit që diçka e mrekullueshme do ndodhi me ty, a me jetën tënde. A ka ndodhur Sa më the atë, vetëm për poshtë. Bravo. Vetëm keq. Po se prisa të mbajë mend. Na shkatrove gjithë surprizën. Po, unë mendoj se ishte përgjithshëm. Unë harroj veten, më bursim mbaj. Ka ardhur ke xhirimet e filmit që po xhiroja unë. Po, sa atje më the të vija, më mashtroj. Vërtet më sa ke thënë. Po që i fshiti Panajot. Jo, atje më mori. Atje më mori që më tha shiko, unë ta mora numrin, po s'të bëna një gjë thjesht. Atje më bëri surprizën e hidhur. Okej, ti ishte tha që ik. Unë thash thosha kështu, ti bëja një quiz, ti thosha shiko se bashkë kemi bër viral mamaqi. Po çfarë nuk të Jo, arsyeja pse unë të thash që mund të diskutonim ishte që ti të bëhesh pjesë e grupit tim që të shikoj këto pjesë të trajnimit dhe çfarë mund të improvizonim ne që
por ti nuk u bëre më gjatë, duket. Është grup që bëjmë BDSM. Erdhe ti pastaj te erraun të trajnimi? Tash normal do flasim tash. Po. Të shkruata mesazh? Po. Malesin. Sa ke shkruajt? 2-3 herë. Po pasi që lavir. Ja më Shkruan burrave të bollës, shumë. Ja më. Dyshoj që ke shkruajt 2-3 Ja herë. s'kam shkruajt asnjëherë ç'të drejta. Po atë. Nuk është fare, thjesht donin të nxjerrim Si keq. e shkruat asnjëherë? Si kam shkruajtur asnjëherë po. Unë çka kështu ore urime gëzuar pashkët e rmale ka gëzuar në ri. Muaj të mbar në atë kafe turke. Me atë kafe Edhe kështu. me lule. Aja është e bukur. Mi çon mamaja. Edhe mamaja ime, po. Po që Mama Po të tona çmalla ama me panajat. Jo, u knaqem. ky më ka kërkuar ore pas më ka gjetur. Fare po që. Unë nuk Kjo ishte një nga surprizat. nuk do ta harrojmë Po këtë. më plak. Kjo do jetë, nuk e di, çat. Shiko, ajo e mrekullueshme që më premtove ti mua erdhi sepse unë për shembull nuk e dija që mbahesha më nga njerëzit apo burr. I like that. Do t'jap prap numrin për herë të dytë. Ke dhënë apo e ke akoma? E kam atë të njëjtin. Unë prandaj se kam ndruar, më është futur në borxhe, kam lesë do më shkruaj Ermali këtu. Prita shohim ja, se po çe do mund të jetë Allah. Panajotin e kam kolegore, bëjmë stand up bashkë. Po. Qëllare? E Panajot stand-up e ka shkruar ma e shef apo jo? Ja tregu më mua. Jam shumë në rregull po. Po shko varja kthej çik mbrapa. Si E marrë maçi treni për shkak. duket vetëm maçi. Po aja tregon pak te kamerat e lutem. Okej, moza. Faleminderit. Na kënaqe. Le të bëhemi pak serioz. Fenomeni Ermal Mamaçi. Unë po diskutoja në një tavolinë me disa miq, edhe po thoshim këtë që si ka mundësi që Albania's Sweetheart, që ka qenë gjithmonë që Ermal Mamaçi vdisnin nënat, shkriheshin e gratë të gjithë. Tani është kthyer kështu që njerëzit thonë, disa dua të them, është thjesht perceptim online e budallënj që komentojnë që po thonë kështu po jo ky ka ndryshuar, ne s'kemi ku çojmë porrët tona se shikoj ca gjëra nga këto, i ke parasysh? Domethënë gjas me kritika, domethënë kështu sikur i pa pëlqyer sikur tani është bërë biznesmen. Është një risk që unë e dija që përpara se ta shpreha këtë publikisht, sepse ndryshimet gjithmonë vinë me hapi i parë ndryshimet është kundërshtia. Nuk ka gjë më të vështirë se sa të shesesh me në shqiptarit. Domos po pataj çik vetë besim të shan nga rob direkt. Po disa më shajnë mua edhe me këtë emisionin. Po bëre ti duke shpi kokainë nga këto gjëra u kot fare. Seriozisht u pia cigare. E di, po kur emri jot rritet, rriten ata që të duan, por rriten dhe ata që nuk të duan. Dhe kjo ka shpëtu jetën. Po shko, emri jot ishte ky dhe të gjithë të donin, sidomos si komedian. Të themi drejt. Po. Okej, e di që po i lpi bythën, shumë, po ishte shumë e vërtetë. Kemë thoj Ermal nuk ka njëri që të një Ermal Mamaçin. A të vjen keq që tani kjo mund të ketë shkuar që disa njerëz e ka prish lekun, e bu budallin. Shiko, mirë nuk më vjen që disa nuk e pëlqejnë këtë gjë që unë bëj, por nga ana tjetër ndihem shumë i përmbushur kur shikoj se në çfarë niveli pëlqejet emri im tek ata që më pëlqejnë. Si te unë për shembull. Yes. Kur shikoj për shembull si ndryshon jetët e njerëzve dhe ata që vërtet më duan për këtë që unë bëj, më japin më shumë satisfaksion se sa këto le të themi sorrat e vogla që bëjnë krau. A do të vinte turp nga Ermali i vjetër dhe a do të vinte të vjetri turp nga i riu? Kam pas momente ku kam dështuar, kam pas momente ku kam bë gabime që nuk jam krenar për atë që kam bërë, por me sa duket ne vim këtu ku do të thënë në gjitha ti je këtu ku je, unë jam këtu ku jam. Panajoti është këtu s'është fare. Po si pasojë 70% vendimeve të gabuara që kemi marrë. Edhe unë e them këtë. U zë bëj asgjë ndryshe, të betohem. Po mund të isha ndryshe më lart. Nëse të kisha bërë diçka ndryshe. Të isha akoma më mirë po thua. Po, padyshim që. Po mos u ngopsh më Ermal. Se Zoti bën mrekullira. Kush është ky? Me njerëzit. Zoti. Zoti bën mrekullira, po me disa ka shumë vështirë. Zoti. Po shkoi ka hequr flokët që 24. Shiko dhe Denisi kamuflon që i ka, po se. Po, i marr këtë këta që marrin kështu. Edhe kur mbillën bën transplant të po kur rrit e merr nga një vend tjetër. Fol për këtë boton. Se i shkaf. Unë tash do bëj një ngrirje kështu. Ore, me që pa flisim për distancën, po sulmet, vjen nga këta shokët që i kenë mbrapa. Sigurisht që kam dëgjoj lart poshtë njerëz që nuk janë të lumtur. Të thomat e zhvezës portokallisë. Por Ermali nuk është se më shqetësojnë në këtë nivel, domethënë, sepse punoj shumë me vete, po një keqardhje vjen, domethënë edhe më shumë vjen keq për ata se sa për veten. Njerëzim. Ç'është kjo tendenca me shqiptarët për këtë dashurinë për këto figurat e djalit të mirë dhe të thjeshtë? Domethënë e mua kur më shajnë një herë, jo ti je i thjesht, po bëjnë si. Ç'është kjo gjëja? Se këta që quhen zakonisht ata të thjeshtë, i shumë kështu duke ngrënë drekë me një kriminal.
kanë marrë një 2000 metra në vërmi. Nuk janë aq të thjeshtë, ore. Po thjesht bëj kështu. Unë jam si ju, jam popull. Unë jam populli vasë, popullin. Këta urrejnë, po ç'është kjo tendencë e shpifur, se edhe ty disa nga këta e mbamën atëherë njerëzit s'kan bukë ta hanë çfarë. Ç'është kjo tendencë me djalin e mirë dhe të thjeshtë që Nuk sulodh. ka pjatë me makarona, për shembull po të nxjerrën, po s'të një pjatë që po ha makarona, 200 lek. Po i ka bërë gruaja më mish. Po, është dikush, është gjithmonë njeri që thotë edhe gjithmonë se gjejmë atë. Është thotë njerëz kanë bukë, han ti ha këto. Oligark. Me gjakun oligarkëve shpëraj apo tjetër. Jo vari leshin këtyre. Ermal ti i përmendes zotë i moment, si e me këtë të mbi natyrshmen. Shko, unë besoj ke Babagjyshi. një fushë unike, unë besoj ke një energji që është më e madhe se ne. Besoj që është një zot, Beson në zot. po dikush i thot Zotit Jezus, dikush i thot Allah. E më varet nga vendi ku jetoj. Unë besoj që kontaktin me Zotin e kam unë personalisht nëpërmjet E kështu vetëm ti? po vetëm unë. Unë dhe ai. Me zotin Vasil Naçi. Jo. Zoti ynë Vasil Naçi. Është me këta shikë i vini na jote. Ore. A do ma shesësh? Më shit mua tani. Do para kamerës për 30 sekonda, ma shit këtë emisionin nëse Denisi. Si do t'ja shisje dikujt? Të bëjmë si të ujku i Wall Streetit. Unë Kjo që thotë ai më shit lapsit, më shit mua. Më shit Ermal. Shit më. atëherë parimi i parë në shitje është që ti nuk duhet shesësh. Unë nuk do t'i thoja merr Denisin. Unë do t'i thoja, a keti nevojë që të shikojnë kaq mijë njerëz? Nëse nuk ka një dhimbje, nuk ka një shitje. Ai ka dhimbje, është Me romantizëm, do bjerë shimë. Atëherë ti do blesh patjetër do blesh një produkt për romatizmën. E hëngre. Se kupton aq artistike, ai do vete ushtaraku nesër, do gjë njerëz me dhimbje kështu fizike apo. Po çe unë Ngele jam. pa shitur Denis. Kjo mund të shitej po të zhvishet Ermal Mamaqi, po. 50.000 views. Pa nuk. Thesh na tha gjëra për këtë. Nuk shau asnjë as. Paltin Basha vaj maskar. Unë shava tavolinën. Si do të mbahet mend Ermal Mamaqi? Unë dua të mbaj mend si një njeri që e shijoi jetën, edhe i bëri të lumtur gjithë njerëzit që ishin pranë tij. That's it. Wow, nice. Tani do bëjmë një lojë të vogël me Ermalin? Që ta lëm të iki? Ermal, do bëjmë një lojë ti e ke bërë te Unë gjithmonë do të mbaj pantallona të veshur apo jo? Unë s'kam veshur asgjë. Panajot, Ke lodhim ti atëherë. do jesh Kevina jon. Tani do bëjmë atë lojën më që mbahen këta personazhe tu te koka edhe unë ta përshkruaj ti e gjen kush është. Jemi gati për këtë lojën. Ja kam vjedhur nga Xing me Ermalin, e mbani më Xing me Ermal. 6 ditë para Ermalin ishte më mirë, por me Xing me Ermalin ky bën më shumë lek, kështu që E vërtetë është. e vërtetë është. Vërtetë është. Pavarësisht se më pëlqente më shumë ajo. Kemi pasur Se pastaj avare ti. Thjesht pi atë kanaçën. Hajde. Denis trego sa më i sakt. Po nuk di si ta përshkruaj. Është kërcen, balerin, Okej. ka një model flokësh që ishte në Italinë 2004. Claudia. Është rrëbu, është burr. Është burr. Iliri. Po, shaqiri. Ilir Shaqiri. Gjeti. Bravo. Ermal, kalojmë me të njëjtën sfidë për Denisin. Si kam marrë asun në beton. Mos e kthe kokën Denis. Jo. Është personazhi më i përfolur i momentit tani. Moza Ahmeti. Bravo. Oh, sa e thjesht ishte. Po na çam vythën apo prandaj? Është bërë e famshme në internet duke bërë provokime. Gjëra tani ka një emision që po jetë mirë, Haler si emision, po Renea. po bën lek. Rene? Renea, Forta Renea. Jo. E ke marrë në një film, në një serial. Në serial. Ka bërë emision kjo në podcast? Jo, bën emision tani. Çdo njeri një ka emision podcastin goxha e të vet. dikur, e di. Kur kam unë. Simpatike është, ka dhe nga 2 motra tjera. Ka motra. Po, të mira i ka. Jo, goca të mira domethënë, se edhe i njoh. I njoh më se i kam në kesha. Si t'ja them unë, ngjan shumë me Kim Kardashian. Thuaj është shumë Oh, hot. Megi Pojani. Po. Megi zemër. E preke atë trigger point. Po. Pe ngjan. Ermal, kalojmë me personazhin e radhës. Po. Okej. Është prezantuesi portokallis. Bagro Laga. Sala. Denis, ke mund ti t'ia kthesh me të njëjtën monedhë.
Ardit Gjebrea. Ka aq lek sa Arditi, po nuk I ka bërë në aq mënyrë të ndershme. Sa lek ka Arditi? I ka flokët si ty, po beyond. Tre qereke të shmendur, nuk e di. Politikane është kjo tani dhe në për reality show në për gjëra kështu. Mozameti. Jo, ka burrin burg. Okay. Tashmë ka nevojë ta them fare. Mozameti. Monika Bellucci. Monika Bellucci. Po. E ke parë Monikën që ishte se dhe ti opinionist, ai ishte opinioniste në Big Brother. Patjetër. Është qef kur marrin të panderun në televizion kombëtar është shumë qef. Hajde. Gongu ishte kur ajo thon aça trapin. Pse? Se di që e ka thënë ti? Po çka ka thënë pse na çat trapin? Po plak, ata kanë vjedhur lekë me të gjëra më madhe që kanë bërë. Na çat tra, ose na bërin në shqiptar. Hajde. Kjo është e vështirë, kjo është pak e vështirë. Sa rota tregosh kamerës. Ermal përqendrohu. Okej. Çdo gjë që ajo prek me dorë kthehet në flori. Burri jo. Nuk është e divorcuar. Nuk flet me burrin tani. Nuk besoj që flet. Dalina? Po. Fenomen. Dalina është vërtet. Po Dalina. Po ja, shiko këtë Flori, këtë çeva ish ka zbuluar. Gati Denis këtu të Ua, dua. gjithmonë gati. Ua sa po kënaqem, pse se zgjatem, ke bërë një vit. Denis këtu fol me gjithë zemër. Me epsh të flas. E kanë qejf, ka qenë në politik, jo, po njerëzit edhe Grida Duma. Po. Okej. Njerëzit kanë qejf për gjëra të tjera. Ore, taftojmë në Grida hajde zemër. Kishte bërë një 2 like ato stand up. Ja, më shpirt, jam çuri mirë. Për zotin. Sa e ka qejf komedi kishte ftuar Albanun këtu. Okej. Do ta shkëtë si dermakut. Baba e ti ka qenë një nga komedianët më të mëdhenj shqiptarë. Tashi ne po gjejmë të birin. I biri Ja, është. Alban Prodani. Jo, Sa leko është komediani më i madh? Shkodran. Nga ana tjetër. E di, jo, po se vdeta mo Juldeta. Ja, Juldeta. Shkomë për komediante e vite, kam respekt, chapeau të gjithë. Love them. Mirë Denis. Zemra, patrioti im. Është po aq, madje edhe me elegancë unë. Normal, ka dhe më shumë dhëmb dhe shumë para se unë. Është aktor apo këngëtar? Është prezantues. Prezantues. Shumë elegant është. Me Arbanës kurse kam mirë muhabetin. Redion Liço. Direkt. Dieta, siç ka ky me Dalinën, ka Ledioni me atë Arbanën. Jo, unë dua Dalinën. Por edhe unë e dua. Po Arbana, e do Ledioni se ti ke muhabet. Besoj se po, domethënë, Unë dyshoj të kenë sherra ata, më bëjnë unë kot. që duhen, po as Ora që është mërzitur Ledioni që plasi ferma, mërzitur i çik. Patjetër. Se kishte mbyllur të ti në korp. Mirë nuk i ka ardhur. Fare se kishte mbyllur. Nuk i ka Për erdhur. çfarë merr atë finalen. Jo, që është përtheu ferma. Personazhi aty te Big Brother të merri madh.